Belind Këlliçi doli sot nga gjykata e posaçme indinjuar duke u shprehur se ishte ndjeri i intimiduar gjatë marrjes së tij në pyetje, ndërkohë që shtoi se betejë e tij me Erion Veliajn ishte e zauruar tashmë duke aluduar për kontributin e tij në çështjen penale të ish-kryetarit të Bashkisë së Tiranës. E vërteta e deklaratës së Këlliçit është një gënjeshtër e madhe, sepse jo vetëm që Veliaj e mundi atë në zgjedhjet e fundit me një diferencë të thellë për 160.000 votash, por gjithashtu për asnjë prej akuzave të Këlliçit nuk është duke u hetuar Veliaj. Ndonse i ri në politik, Belind Këlliçi është përdorur vazhdimisht nga Sali Berisha dhe familja e tij. E përdorën në fillim kundër Lulzim Bashës, duke i thënë se me largimin e Bashës nga PD gradualisht, Këlliçi do të merrte drejtimin e partisë, gjë që nuk ndodhi. Pastaj e përdorën në protestat përpara Bashkisë së Tiranës, ndërkohë që tani akuzojnë dhe përdorin portalet e tyre për t'i nxjerrë të palarat, duke akuzuar se ka marrë lek dhe ka bërë pazar pa lejen e tyre. Si për të mos mjaftuar të gjitha këto, nuk i dhanë asnjë komision parlamentar, duke vendosur antar të një komisioni si çdo deputet tjetër. Është pikërisht sjellja e Këlliçit dhe mungesa e koherencës së tij ajo që e ka bërë familjen e Berishës të mos ja hedh më syt, apo është pazari që ai ka bërë pa lejen e tyre ajo që nuk ja falin. Kjo ngelet për tu parë edhe në pozicionet që do të shpërndahen në Partinë Demokratike në të ardhmen, por pavarësisht se e kanë përdorur sa herë kanë dashur, Këlliçi duket se po përballet brenda PD-s me atë që vetë ka gatuar.